ka gjëra që syri njeriut nuk I ka pa, veshi njeriut nuk I ka ndjohur dhe mendja njerëzore nuk mundet dot me I parafituru se çfarë Allahu xhelle xhelaluh ka krijuar në xhennet. Allahu na e baf mi nasib ya rabbil alamin. Jeta e kësaj dunjaje, kjo dunja është të mbushur me sprova, me vujtje, me siklete. Por ta dini mirë se çdo njeri që vuan jetën e kësaj dunjaje, edhe I bën sabër kësaj lloj vujtje, fundi I tij është I hajrit, fundi I tij është xheneti I madh I Zot xhelle shanuhu ve xhelle xhelalu, inshallahu taala. Po kur njeriu bie në vujtje, në probleme, në telashe, nuk do të me humbë shpresën tek I madhi Allah. Shpesh herë robi thot, çfarë do të bëhet vallë me gjendjen time? Çfarë do të bëhet vallë me këtë situatën time që mua më ka kaplu? E këta njerëz që ju mërzitët jeta, se çfarë do të bëhet me të, e ka përgjigjen në Kur'an në famëlar ku Allahu xhelle xhelalu thot, Bismillahirrahmanirrahim, la taqnatu min rahmetillah. Kur mos e humb shpresën tek mëshira e të madhit Zot. Se Allahu dhul xhelal që do ta fal njerëzin e do të krijojë një amnesti të pashoqe, një falje të pa limit inshallah taala për çdo gjunahqar. Zoti na e fal ya rabbil alamin gabimet tona dhe na e baf mi nasib xhenetin. Pra kushdo që thot çfarë do të bëhet me mua, çfarë do të bëhet me këtë gjendjen time, përgjigjen pra e gjen tek ajet kuranor Bismillahirrahmanirrahim, la taqnatu min rahmetillah. Kur mos e humb shpresën tek rahmeti dhe mëshira e të madhit Zot subhanahu wa taala. Robi thot, jam shumë halle dhe në vështirësi. Kur e ka plojnë vujtjet, skamja, mërzit, streset, ankset, depresionet, shpesh herë njeriu ngulfatet dhe thot, jam shumë në vështirësi. Po Allahu xhelle xhelalu thot, çfarë thot I madhi Allah? Përsëri edhe këta njerëz e gjejnë përgjigjen në librin e të madhit Zot. Bismillahirrahmanirrahim, fa inna ma'al usri yusra. Mos mërziti thot, sepse mas çdo lloj vështirësie vjen lehtësimi inshallah. Çdo njeri që I është mërzit jeta, ta marrë shpresën tek Allahu xhelle shanuhu ve xhelle xhelalu, se Allahu thot, me të vërtet mas vështirësisë vjen lehtësimi, Allahu I sjell lehtësimet ya rabbil alamin. Robi thot nuk mund të duroj më. Kur arrin në një pikë, siç thash që I mërzitet edhe jeta, thot po nuk ka durim më, Zot ruajna. Nuk do të shkojë njeriu deri në këtë pikë. Pse? Edhe ki kontingjent I njerëzve e gjen përgjigjen tek ajeti kuranor, ku Allah thot Bismillahirrahmanirrahim, inna Allaha ma'as sabirin. Me të vërtet Allahu dhul xhelal është me durimtarët, që u bëjnë durim sprovave, vujtjeve, sikleteve, telasheve, dhe fundi është barazi me xhennet inshallah taala. Robi thot jam shumë I shqetësuar. Mund të ndodhin disa gjëra në jetë që shqetësohet shumë robi. Edhe ky lloj njeriu t'i kthehet Allahu dhul xhelal. T'i kthehet të madhi Zot që I qofshim fal. Se dhe kia ka zgjedhën e vet, pikërisht t'i referohet ajetet kuranor ku Allahu xhelle xhelal thot, ela bi dhikrillahi tatma'innal qulub. Me përmendjen e Allahut fuqi plot stabilizohen zemrat. Nëse jenë vështirësi, në vujtje, në skamje, në mjerim, përmendë sa më shumë Allahun xhelle shanuhu, sepse zbutësi I zemrave është vetë Allahu xhelle xhelaluh. Robi thot, unë ndjem shumë I vetmuar. Ndodh në jetë që dikush e ndjen veten të vetmuar. E braktisin njerëzit e vet, e braktisin shoqëria, e braktisin gjithçka. Mirë po ai mendon se është në rrugën e drejtë, edhe mund të jetë në rrugën e drejtë. Por rrethohet me një mjedis jo të përshtatshëm, me një mjedis që atij ja vështirëson jetën. Çka thot Allah? Edhe ky kontingjent njerëzish
Edhe ky grupi njerëzve e ka përgjigjen librin e të madhit Zot Xhelle Xhelaluh. Çka thot? Bismillahirrahmanirrahim. Wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Jo. Të mos e ndjen veten të vetmuar, sepse un jam aq afër tyre sa dambari I qafës. Jam afër, vetëm se nuk më shikojnë njerëzit, ata që janë vujtje në ciklet, e të nëpërkëmbur, e të veçuar, e të vetmuar. Dini mirë se ju keni Allahun dhul xhelal. Lum kush I bën durim të keqes, vështirësisë, sepse fundi inshallah është I harit. Kjo jetë është provë. Çdo kënd që Allah e sprovon jetën e kësaj dunjaje, ka për shpërblim xhenetin inshallah taala. Po si do të jetë jeta në xhenet? Jeta në xhenet do të jetë e tillë. Në xhenet nuk ka ma lodhje, nuk ka ma djersitje, nuk ka ma vujtje. Nuk ka ma erë të keqe. Atje ka vetëm xhenet, parajsje thonë, edhe dhe më thonë vetëm shpërblime. Askush nuk do të ketë nevojë për të bërë dush. Fiziku njerëzor atje nuk do të ketë nevojë më për pasim, sa është I pasuar nga vetë Allahu dhul xhelal. Askush nuk do të plakët. Jeta njerëzore në xhenet do të jetë mes 25 deri në 33 viteve. Pra të gjithë njerëzia, edhe ai që kanë rruar jetë sa ka lind prej nane, edhe ai që kanë rruar jetë 100 vjeç, të gjithë do të ringjallen në xhenet në moshën 33 vjeçare. Në xhenet nuk do të ketë më vrasje, plagosje, dhimbje, vujtje, dëmtime. Atje më ka vetëm paqë dhe paqë. Zoti sjell paqë edhe në jetën e kësaj dunjaje, ya Rabbil Alamin. Se gjëja më e rëndësishme në jetë që ka njeriu, more me fukarallëk nuk është asgjë. Edhe buk thatë jeton njeriu. Lufta është ajo që shkatërron gjithçka. Zoti na largoft, ya Rabbil Alamin, na largoft luftën, sepse lufta një edhe zia e bukës janë probleme që vështirë të ka përdihën. Allahu më na sprovoft. Sepse me varros prindi fëmin është shumë rëndë. Në luftë shkojnë të rritë. Në luftë të tirohen që prindrit të varrosin e vladët të tyre. Allahu na largoft luftën, ya Rabbil Alamin. Jo të neve si shqiptar për mbar botës, muslimanëve, katolikëve, hebrejve, askush mos pas luftë, ya Rabbil Alamin. Jetoshin gjitha kombët e botës në paqë, sepse në të jetuarit në paqë është barazi me xhenetin e të madhit Zot Xhelle Xhelalu, inshallah. Nuk do të ketë më fjalë pista, ofendime, përgojime, mashtrime, gënjeshtra, shpifje, trillime. Askush nuk do të ketë nevojë të punojë, çdo gjë është gati. Askush nuk do të paguajë për asgjë. Është një vend që nuk hec parja më. Prandaj qefini bëhet pa xhepa. Sepse nuk ke nevojë të marrësh parë për atje, nuk shkon leku atje. As interesi, as paraja, as mashtrimi. Çdo gjë është gratis, është problem nga Allahu Xhelle Xhelalu për jetën e mirë që e ke kaluar në jetën e kësaj dunjaje. Nuk ke shpif, nuk ke përgoju, nuk ke mashtru, nuk ke spionu, nuk ke përqa, nuk ke ofendu, ke vrapu për të pajtu di njerëz, ke vrapu për të pajtu di familja, dije se nëse je I tillë, ta dish mirë se shpërblimi I Allahut të pret inshallah taala në xhenetin e tij. Do të ketë veshje super luksoze. Në dunja, shef një njeri që është I veshur si mos më keq, ka një orë, kjo ora ime ka bab 7.000 lekë. 7.000. Ka njerëz që të njëjtën orë që mbatën kohën e blen 30.000 euro, apo diun edhe më shumë. Njëtën gjë bën, si kjo ora 7.000 lekë, që si ajo 30.000 euro. Ka njeri që veshet me arna, e ka arnu nëna e vetë se nuk ka pas, për ama e ka mbajtë pastër rrobën e vetë. Ka njeri që veshja mund t'i kushtoj miliarda. Në xhenet, të gjithë njerëzit, gjithë xhenetlit, një lloj veshje do të ketë. Veshje prej mëndashi, prej ari. Allahu na e bëf mirësi, ya Rabbil Alamin. Çdo kush do të ulet në divan dhe koltuqe ti bie më shkurt të veshura çdo gjë si perla dhe diamante, çdo kush do të hajë ushqim
që dëshiron, frutat do të rritën në bashën tënde, frutat që vetëm sa i përmend emrin ajo piqet në shas edhe i vjen dorë, që të mos ju mbarim kohë, sepse hutbet do të jenë para shumë 15-20 minuta tekstin në gjuhën shqipe, më tepër bëhet e bezdishme, edhe më pak i bie mos me fol hiç. Gjë që jemi të taku vetëm një herë në javë dhe kemi nevojë për ligjërata, kam nevojë unë në radhë parë, imamllarët kanë nevojë vetë. Ne po flasim për xhenetin e të madhit Zot. Asnjëri nuk është imun ndaj xhehenemit. Edhe nëse imamllar, që ju mësojmë juve. As ne absolutisht nuk e kemi të garantuar xhenetin, bile përkundrazi. Sa që është respekti ndaj imamllarëve dhe reputacioni dhe kredibiliteti i lartë për respekt ndaj hoxhës, ai që ka dhe përgjegjësinë më të rëndë hoxha, e ka barrën mbi supët e veta. Absolutisht nuk e kemi të garantuar xhenet, bile e kemi pak më të vështirë nëse sa ju. Zoti na falte na mëshiroft neve dhe juve ya Rabbil Alamin. Përfundimisht për ta përmbledhur, në dunja ka dhimbje, vujtje, mërzi, pikëllim, ndarje nga të afërmit tuaj, hidhërim, brenga, frikë, mashtrime, tronditje, spionllëk, tradhti, luftra, vrasje, lodhje, urrëtie, ka lot të nxehtë që den nga syri, piskasin njerëzit nga vujtje të ndryshme, gënjeshtra, shpifje, vjedhje, mashtrime e llollëgjesh. Ama kush ruhet nga këto cilësi, dije mirë se në xhennet ka pushim, ngrohtësi, gëzim, kënaqësi, harmoni, dashni, begati, qetësi, rehati, përjetësi, nuk do të ketë vdekje më, siguri, prehje shpirtërore, shpërblime nga më të ndryshmet tek imbadhi i Zot, takime me të afërmit, me pejgamberët, me eulijat. E ku ka më mirë që Allah të na bashkojnë në xhenet me të afërmit ta? Të bashkojnë me babën që të kanë rrujet, me nanën që të kanë rrujet, me vllajën që të kanë rrujet, me motrën që mund të kenë vdekë në moshë shumë të re. Edhe vjen momenti që thot ky, ja, takimi me babën, me nanën, me vllajën, me motrën, me kushërit, takimi me pejgamberët, takimi me eulijat, e më kryesore është problemi më i madh, është kur shohim Allahun xhelle xhelalu. Allahu na e baf nasip ya Rabbil Alamin, Allahu na detop nga hajri ya Rabbil Alamin, Allahu na baf të mundshme që të jetojmë njerëz. E thash edhe një gjë më përpara. Nuk quhesh musliman vetëm rri me kokën sejdë, me u falë, me u lut natë ditë, apo me agjiru më shumë se një muaj. Në radhë parë do të kesh lëndën e parë, që është njerëzillëku. Të duash mirë tjetrin, të flasësh mirë për tjetrin, ti shkosh atij që nuk të vjen, të flasësh mirë për atë që ka folë keq për ty. Kjo është mrekullia dhe të jetuarit si çdo i madhi Zot. Larg gënjeshtave, shpifjeve, përgojimeve, mashtrimeve. Shiko drejtimin tënd vëlla, shiko rrugën tënde vëlla, sepse me ty askush nuk do të vinë varr. Do të varrosesh i vetmuar. Allah na i fal kusurët. Allah na i fal tmetat. Allah na detot nga hajrin dhe Allah na bashkon gjithë inshallah në xhenetin e të madhit Zot subhanahu wa taala. Me të afërmit tanë dhe me juve. Krejtëve bashkarisht na qoftë Allahu xhelle shanuhu wa xhelle xhelalu në xhenet. Krejt njerëzinë mëshiroft i madhi Allah dhe i gradoft me grada të larta në xhenet, o i madhi Zot. Ela in ahsan al kalami wa ablaka